Patjetër, unë në fakt përpara se të përgjigjem kësaj pyetje në nivel makroekonomik Po, dhe politik, në fakt doja të thoja që unë vetë personalisht e kam ndier futi në SEPA si një lehtësim, sepse në biznesin që unë kam kursyer shumë para nga një transfer që është bërë me jashtë. Që do të thotë që hyrja në SEPA ndihmon biznesin, dhe këtë e them me bindje sepse kam eksperiencë personale, që një ditë pas futjes në SEPA, ndërkohë ndihmon dhe po, atë grup vulnerabël, cilët janë pensionistët, dhe në fakt qeveria vetë e ka marketuar në një farë mënyrë duke thënë që pensionistët janë ai target group që do të përfitojnë shumë nga SEPA. Por nga ana tjetër, jo vetëm që do të përfitojnë nga SEPA, por nga ana tjetër dhe vetë qeveria do të ketë mundur të rrisi formalizimin e remitancave. E them të formalizim të remitancave se si pasojë e tarifave tepër të larta të dërgesave që emigrantët bëjnë për le të themi për prindit e tyre në Shqipëri, ato mundohen që të gjejnë mënyra alternative për të sjellë parat cash në mënyrë që të mos paguajnë ato tarife. Ato ose le të themi kur ato vinë në sezonin e verës apo në dimër. Dhe si pasojë e futjes në SEPA, çdo emigrant do ta ketë shumë të thjeshtë të sjellë para me një tarifë tepër të ulët. Dhe në këtë mënyrë dhe vetë qeveria ka, le të themi, të dhëna konkrete si sa janë remitancat dhe në këtë mënyrë dhe vetë qeveria ka mundësi deri diku të luftojë dhe para në cash, pra futen para në sistemin bankar. Dhe në vërtet këtë e them me bindje që qoftë bizneset në transaksionet që bëjnë me marrëveshjet që kanë ato me furnitor apo me klient nga jashtë, por dhe vetë pensionistët do të përfitojnë shumë në futjen në SEPA sepse tarifat janë vërtet shumë të ulta, janë jashtëzakonisht të ulta. qartë. Mirë, me qënë se ti përmende pensionistët, unë këtu duhet ndalem të një çështje mjaft e rëndësishme. Në datën 1 tetor nga fillimi i muajit, pra qeveria ka shpallur rritjen e pensioneve me 2.5%, pra indeksimin e pensioneve me 2.5%. Megjithatë, sigurisht që çmimet e produkteve të shportës që janë dhe konsumi më i madh i pensionistëve janë rritur ndoshta edhe më shumë se kaq në raport me këtë. A është në gjykimin tënd kjo një rritje që ndihet apo është më shumë një masë kozmetike, po themi, e financave? Që vetë pensionistët ta kuptojnë që çdo pensionist çdo vit ka një të drejtë që ai jep ligji, që është indeksimi. Çfarë është indeksimi? Shikohet një mesatarë e rritjes së çmimeve përgjatë një viti, dhe është një formulë që qeveria e bën në këtë mesatare për rritjen e çmimeve, pra të inflacionit, dhe e kompenson me një vit në vitin e ardhshëm me atë që quhet indeksim, që do të thotë thjesht është një llogari matematikore që bëhet në bazë të rritjes së çmimeve me qëllim që rritja e çmimeve të mos ul fuqinë blerëse. Kjo është, le të themi, indeksimi. Këto pensionistët e marrin çdo vit. Nëse dikur ka qenë më e lartë, ka qenë si pasojë e rritjes më të lartë të çmimeve. Tani çdo pensionist që na dëgjon do thotë që unë e konsideroj rritjen e çmimeve më të lartë se 2.5% dhe mendoj që nuk duhet të jetë kaq mesatarja. Në të vërtetë kam drejt sepse për vetë pensionistët kanë një shport caktuar ku vërtet ka në ato shportën që ato kanë, produktet dhe shërbimet patjetër shëndetësore që ato marrin, kanë një peshë tepër të lartë në dallim nga ajo llogaritja klasike e inflacionit. Ndërkohë që mendoj që duhet parë metodologjia apo produktet në cilat vetë pensionistët shpenzojnë më shumë për të qenë ky indeksim më i lartë. Po në të vërtetë që indeksimi është një drejtë ligjore në një llogari të caktuar që marrin pensionistët dhe nuk është absolutisht rritje. Dhe nëse shohim kemi një 2.5%, që ai 2.5% 3 dhe 5 euro, 3 për fshatin dhe 5 për qytetin, pra në vlerë mesatare gjithmonë flasim, është totalisht e papërfillshme sepse 3 euro apo 5 euro e thash me euro sepse pensionistët në fakt monedën euro e din shumë mirë se varen nga remitancat, nuk i del një pensionisti ky indeksim as për të kaluar gjysdite, jo më të kalojë le të themi një ditë. Kështu që indeksimi është një artific le të themi që përdoret për le të themi për të korrigjuar atë rritjen e çmimeve. Ndërkohë që a janë të mjaftueshme, patjetër që s'është e mjaftueshme, vetë Ministri i Ekonomisë ka folur për një rritje për një dyfishim të pensionit minimal dhe mesatar, megjithatë unë mendoj që në vitin e ardhshëm do të jetë shumë herët për të parë rritje, pasi kemi akoma shumë probleme me numrin e kontribuesve dhe përfituesve. Unë mendoj që vetmja
le të themi, element që mund t'i gëzojë deri disi pensionistës është fakti që parashikohet që në muajin dhjetor të merret një bonus, sikurse është dhënë çdo vit, por në një vlerë disi më të madhe, dhe siç është parashikuar apo nga eksperjenca e vitit kaluar, që do të shikohet performanca e këtij viti, me si do të mbyllet pra ky vit, dhe më pas ajo do të rishpërndahet tek pensionistët si një rritje ekonomike, pra më pas do të shpërndahet tek pensionistët pra në një fond në formë bonusi që mund të jetë përsëri ose në pranverë, ndoshta edhe në verë, nuk dihet se si mund ta shpërndajë qeveria, por si bonusi i pranverës që gjithë le të themi pensionistët u bën pjesë. Kështu që për momentin pensionistët duhet të jenë me këmbë në tokë dhe edhe nëse dëgjojnë lajme të dyfishimit të pensionit minimal dhe mesatar, unë mendoj që nuk do të ndodhi, pakme në vitin 2026. Për vitet e ardhshme ndoshta mund të ketë një rritje, por për 2026 nuk mendoj, pasi po shohim pra performancën që kemi në nivel kontribues dhe përfitues, e cila është pothuajse në të njëjtën rrugë si viti i kaluar. Qartë, do të flisim edhe për një gjë të fundit së bashku, që është konferenca e NATO-s për sigurinë digjitale, që në fakt e përmendet tek zërat e buxhetit, projekt buxhetit vitit 2026, dhe bëhet fjalë pikërisht për rrezikun kibernetik në përballjet gjeopolitike ku Shqipëria mund të përfshihet. Kryeministri Rama ka thënë që nuk duhet presim që të na godasin që ne të reagojmë. Sulmet kibernetike tregojnë se mund të kenë aftësinë që të paralizojnë edhe, po them, veprimtarinë e shtetit, kështu që kjo nuk është një gjë e vogël. Ti si e ke parë këtë? Në fakt është shumë e rëndësishme që t'i kushtohet rëndësi dhe sulmeve kibernetike. Në të vërtetë, në fakt Shqipëria duhet pajisë më shumë specialistë në lidhje me këtë fushë, duhet ketë më shumë fonde në lidhje me këtë fushë, sepse ne shohim që le të themi të dhënat tona për shkak të sulmeve kanë dalë, pagat dolën, të dhënat dolën të dhënat e doganës, u përfol për problemet që u pat me bankat tregtare. Në fakt, ne në smartphone-et tona, sidomos ato individ cilët marrin pagën dhe kanë të regjistruar le të themi programe online, shpeshherë vinë dhe mesazhe ku vetë policia e shtetit ka thënë ju lutem mos klikoni, mos jepni dhënat kartës, pra që dua të them që në një mënyrë apo në një tjetër dhe qytetarët shqiptar po përballen me një lloj sulmi që që nëse do të ndërmarrin hapa, vendosin llogaritë bankare apo dhënat e tyre, mund të kenë dhe dëme ekonomike. Kështu që e parë në këndvështrim akoma dhe më makroekonomik, ku sot sulmet mund të ndodhë kibernetike midis shteteve, midis njëra tjetrës, atëherë patjetër që duhet i dhënë rëndësi dhe fondet të veçanta këtyre sulmeve. Nga ana tjetër, unë mendoj që është diçka shumë pozitive, se shohim shumë takime ndërkombëtare apo europianësh që po vinë në Shqipëri, dhe Shqipëria le të themi deri diku dhe po marketohet si një vend i cili ka siguri, si dikur nga europianët dhe nga vendet e tjera. Pra, Shqipëria shikohet si një vend i cili kishte probleme politike, protesta e tjerë, dhe në fakt më ka ndodhur dhe mua personalisht në momentin që largohem për një konferencë apo për një takim, shumë individ thënë ka probleme Shqipëria, pra dikur para një dekade, Shqipëria shikohet si një vend i cili ishte, le të them, një vend me probleme. Ndërkohë që sot shikohet si një vend i cili jo vetëm që s'ka probleme dhe bëhet turizëm dhe blet pasuritë patundshme, por organizohen dhe takime ndërkombëtare, siç ishte dhe takimi i sotëm, që në fakt ishte një arritje ku u fol që Shqipëria do të marrë fonde shtesë për shkak të performancës mirë, për një kohë të shkurtër ka pasur një performancë mirë, do të marrë fonde, dosa mirë, dhe uroj që këto fonde të shpërndahen pikërisht aty ku vetë ekonomia shqiptare ka nevojë, me qëllim që të ndjehet pra zhvillimi ekonomik të paralel dhe me zhvillimin apo me të ardhurën më shumë për qytetarët shqiptar. Qartë, mirë, Romina, unë të falenderoj shumë për bisedën që zhvilluam dhe për ekspertizën që solle në studio. Faleminderit gjithmonë. Ishim me eksperten e ekonomisë Romina Radonshiq, folëm për çështjet të ekonomisë për buxhetin që parashikohet të jetë më i madh ndonjëherë i Shqipërisë, për indeksimin e pensioneve, por edhe për sigurinë kibernetike dhe investimet. Për pak do të kthehemi në pjesën e dytë. Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë, do të shkojmë në Kosovë, atje ku nuk ka as fitues dhe as humbës, megjithatë
sigurisht ka balotazh dhe pasoja politike, procesi i zgjedhjeve të pikërisht 12 tetorit 2025 zgjedhjet lokale. Unë kam kënaqësinë që të kem lidhje të drejtë për drejtë me studion tim, zotin Blerim Canaj, për të folur për këtë gjë. Shumë faleminderit që jemi së bashku. Faleminderit për ftesën. Ndodhi votimi, ndodhi numërimi, rezultati doli, rezultati ngushtë, diku tek 17 komuna shkojnë në balotazh, një balotazh mjaft i madh. Tani nuk e di me krahasu me zgjedhje të tjera si ka qenë balotazhi në numër komunash. Pjesëmarrja diku tek 39%, 40%, gjithsesi kam përshtypjen jo dhe aq e kënaqshme, duke krahasu me zgjedhjet e kaluara lokale. Megjithatë, si i analizoni ju këto zgjedhje, zoti Canaj? Kush është humbës i madh edhe pse zyrtarisht nuk ka humbës, ose fitues i madh edhe pse zyrtarisht nuk ka fitues? Shiqo, e para, ajo çka është parë gjatë zgjedhjeve, dua kështu publikisht i them qytetarit Kosovës faleminderit, për shkak se me të vërtet është një model i mirë për rajonin se si duhet të shkojnë zgjedhjet. Do të thot asnjë incident, asgjë diçka që do duhej të veçohej, thjesht një model i mirë për rajonin po se po, por ndoshta edhe më gjerë. Te kjo çështje e balotazheve fitoreve duket sikur të jetë e njëjtat, ju them të drejtën, me pak ndryshime. Për shembull, e kemi Peën, ku është pritur që do të shkojë pa balotazh, por megjithatë kemi balotazhin aty, pastaj e kemi edhe Gjakovën, ku është pritur që si zoti Muhaxheri në Pejë dhe Gjini në Gjakovë të shkojë pa balotazh, por ka mbetur në balotazh. Befasia e zgjedhjeve ka qenë Drenasi, për shkak se ju e dini këtë problematikën që e ka pasur Ladrovci me kandidatin Hajdari, jo me kandidatin, por me partinë, ju them të drejtën, ku zoti Ladrovci shkoi faktikisht i fitoi zgjedhjet pa balotazh, përkundër një farë beteje të tij me tërë Partinë Demokratike në Drenas, e duhet ta kemi parasysh që Drenasi është një bastion i Partisë Demokratike, por këtu ajo që ka ndodhur është interesante për shkak se zoti Ladrovci kur nuk ka thënë që kam dalur prej Partisë Demokratike, madje thoshte që thjesht do të garoj si Parti Demokratike, për shkak se beteja ka qenë brenda aty. Dhe ajo që nuk kishte befasi për mua, pastaj kanë qenë komunat e Veriut, ku faktikisht lista sërbe dominon, dhe faktikisht në të gjitha anët përpos në Klokot pa balotazh, do thot nga komunat sërbe, por në Klokot ka balotazh, por tjerat në të gjithat ka fituar lista sërbe, diçka që ka qenë e pritur. Në anën tjetër, një garsh jashtëzakonisht e ngushtë është në Mitrovicë të Jugut, ku zoti Tahiri është në garë me zotin Peci, deri më tani në balotazh, por votat e diasporës fare lehtë mund ta nxjerrin zotin Peci fitues, për shkak se e dim se si është e ndërtuar fryma nga ku mund të shkojë më shumë vota e diasporës, dhe aty janë një numër minimal i votave që i dallojnë këta dy. Interesant për mua ka qenë gjithashtu Gjilanit, ju them të drejtën, për shkak se atje për çudi garën e fiton, madje me votat diasporës mund të shkojë edhe pa balotazh, prap i njëjti nga lëvizja vetëvendosje. Dhe çudia është që atje po fiton dikush i cili faktikisht nuk veçohet me ndonjë punë për qytetin apo për komunën e Gjilanit, por kjo për mua ishte goxha e çuditshme. Në anën tjetër kemi pa balotazh edhe Kamenicën, diçka që është e pritshme, por sidoç të jetë, në qoftë se e masim, kush është fituesi dhe kush është humbsi, jo mirë e that. Askush nuk është fitues, askush nuk është humbs për shkak të numrit të komunave që i kanë pasur dhe që i kanë dhe ku i kanë shansat partitë
që prap të fitojnë. Prishtinën harrova ta përmend, që është e rëndësishme dhe atë është një garë shumë e ngushtë në mes të lidhjes demokratike dhe lëvizjes vetëvendosje, por këtu shifet qartë asgjë që Partia Demokratike, edhe pse është e treta, mund të jetë kingmaker në kuptimin e asaj, cilën do ta bëj që ta udhëheq komunën. Por edhe këtu e kam një rezervë për shkak se kam frikë që Zoti Uran Ismaili nuk do të mund ta orientoj tërë votën e votuesit të Partisë Demokratike të Kosovës, sidomos kur është fjala për lëvizjen vetëvendosje. Për shkak se votuesi besnik i Partisë Demokratike të Kosovës vështirë voton vetëvendosjes, më lehtë voton lidhjen demokratike të Kosovës. Po të ishte ndryshe, po të ishte lidhja demokratike e Kosovës që do të vendoste, me siguri që do të thoja që lëvizja vetëvendosje shkon, për shkak se votuesi i LDK-s më lehtë voton VV-n. Por në këtë rast për zotin Uran Ismaili do të jetë më e vështirë që ta orientoj votën, por edhe këtu ende është jashtëzakonisht e paqartë se kush mund të jetë kryetari i ardhshëm, përparim Rama apo Vlaçeko. Në fakt, ka dhe një sens pyetja që unë ju bëra për fituesin dhe për humsin, dhe kam në sensin matematik të fjalës, dhe kjo duket kam përshtypjen tek vota për këshillat komunal. Nëse kemi një lëvizje të vetëvendosjes apo të LDK-s në kryeqytet, apo në komunat e mëdha, si vot në total, po them, për secilën parti? Si vot në mënyrë totale mendoj që lidhja demokratike ka dalur më së miri. Tash në qoftë se e marrim Partinë Demokratike, t'ju them të drejtën, Partia Demokratike si një parti nacionale ka qytete si Deçani ku i ka vetëm 140 vota.